kishte mundësi i kërkuesi që ta dinte që kishte një hetim në lidhje me të gjithë këtë informacion? Në këtë rast kemi të bëjmë dhe me një anë subjektive të vetë pra shtetasit apo të gazetarit, duke qenë se është gazetari i gjithë kroniki që e përmend. Ka pasur të gjithë eksperiencën dhe informacionin e duhur për të shmuar çfarë lloj informacioni dispononte dhe çfarë, e thonjza, bombe dispononte në duart e tij. E përmend atë më parë gjatë pyetjeve që u bëra mbrojtjes, kemi pasur edhe raste të tjera kur gazetarët të njëjtit nivel të hetimit, që quhen pra të kronikës së vetë, kanë patur në dorë informacione të tilla dhe kanë ardhur ne kanë kontaktuar. Ky informacion është i vërtetë dhe mundem ta publikoj ju prish punën atë. E thon terma shumë. Ekziston si detyrim ligjor, ky mund të na citoni dispozitën ligjore, pra jemi në kushtet e kundërligjshmërisë, nëse ai nuk vjen ta konfirmoj me ju këtë gjë, pra jemi në kushtet e praktikës, thjesht një praktik apo kemi detyrim ligjor që nuk është zbatuar? Nuk po flasim për detyrim ligjor, në këtë as kryetare jam saktë, nuk po flasim për detyrim ligjor, po flasim për një detyrim etik, balans që u përmend shpesh nga mbrojtja, në mes të ruajtjes së etikës, të ruajtjes së burimit, që ne nuk kërkojmë burimin. Në fakt ne e kërkojmë, po nëse është pra subjektion, burimit lëkundit gazetaresk apo ruajtjes së interesit publik dhe cënimit. Për cënim të etikës, mund të ketë veprime nga ana e prokurorisë në të drejtim? Jo, zona kryetare nuk i kemi ato atribute, mund të ketë nga një gazetar apo ndonjë entitet tjetër, shtetëror kushtetues, por ne si kemi. Ne hetojmë vetëm rrjedhën e informacionit që komunikojmë. Një pyetje tjetër, në lidhje me atë që juve e përmendet, po mund duhet ta riverifikoj. Ju thatë që keni bërë përpjekje të tjera, të cilat për shkak të sekretit hetimor nuk i bëni publike në këtë gjykim, fakt. Pra ju pranoni që ekziston një detyrim që në fakt shkuarja te gazetari është mjet i fundit? Unë nuk po pranoj, zërin kryetari, që ky është një detyrim. Kjo është një metodë taktike hetimore që varet nga rrethanat e hetimit, sepse ka raste mund të jesh plotësisht i bindur ti si prokuror që nga ty nuk arrin rrugë dhe kalon në këtë që ju e quani, të themi shumë respekt si veprim të fundit. Po për ne ai mund të jetë veprim i parë dhe kryesor. Pra gjithçka varet nga praktika e hetimit dhe nuk kemi ndonjë detyrim për hapat e ndjekur në rastin konkret. Por, e thash dhe më parë, ne të dy nuk kemi qenë pra prokurorët e çështjes. Në këtë moment, flas duke përfaqësuar dhe personat e tjerë që kanë hetuar këtë procedim penal që patjetër që janë ndjekur hapat e parë. Pra, janë bërë verifikime dhe konfirmime për rrjedhje fillestare të informacionit dhe më pas janë kaluar në veprimet procedurale që kanë kulmuar në kontroll dhe sekuestrim. Thjesht për ta sqaruar dhe për ta fiksuar. Ju thoni që nuk keni qenë prokurorët e parë, po ju jepni garanci që janë bërë si hapa. Jap garanci sepse kemi dosjen. Kemi dosjen. Kështu që ajo pjesa është pa vlerë. E dyta, ka të bëjë me faktin që siç në vazhdim të pyetjes që ju bëri gjyqtari Ibrahimi, duke qenë se precedentet e gjykatës Europiane të Zëvendit janë precedent, janë të detyrueshëm në rendin juridik të brendshëm të Shqipërisë. Kur thoni që nuk e kemi detyrim, e keni parasysh këtë jurisprudencë të gjykatës Strasburgut? Besoj që fjala nuk e kemi detyrim nga konteksti, zona kryetare.